Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojm, salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasit. Si një përsëritje të asaj që kena marrë ligjëratat e kaluara, për shkak se kena bënë pauzë një javë. Nëse ju kujtohet, ligjëratën e fundit kemi përmend pak rreth ushtrisë së Kurejshve e cila ishte nisur drejt Bedrit. Gjëgjësisht ata janë nisë drejt vendit ku do të gjendet ushtria e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Bedri nuk ka qenë vend ku është përcaktuar takimi se ne do ta bëjmë betejën në filan vendi. Dhe do ta shohim se Allahu xhella xhelalu e përmend këtë gjë. Bedri ka qenë vend takimi i rastësishëm në aspektin njerëzor, por ka qenë caktimi i Allahut që të bëhet në këtë vend. E ushtria Mekase është nisë, e ne thamë që është nisë me një numër më të madh, po gjatë rrugës kur kanë kuptuar që karavani e Ebu Sufjanit ka shpëtuar dhe ka ecë drejt Mekës, një pjesë e fisit Benu Zuhra ose Benu Zuhra si fis krejt janë tërheq, edhe kështu që ushtria e Kurejshve ka ra dikundi ka dalë ose ka vazhdu diku me më pak me 300 ushtar më pak se sa numri që kanë dalë nga Mekë. E ne thamë që Mekelit paria krejt kishin dalë. Nuk kish mbet nga paria askush përpos Ebu Lehebit, shkakun e së cilit e përmendëm pse s'ka dalë në Bedër kundër muslimanëve, ndërsa të tjerët të gjithë kishin dalë. Nga ana tjetër, thamë që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që karavani i Ebu Sufjanit ka kalu, por ama muhabeti për luftë deri në atë kohë ishte muhabet i planit dytë, tashmë muhabeti për luftë u bë si muhabeti i planit të parë, kështu që duhej që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të konsultohet me sahabët se çfarë do të bëjë. Mori mendimin e muhaxhirinëve, pastaj mori mendimin e ansarëve dhe ishte mendimi i tij dhe i të gjithë atyre që ishin aty që të vazhdojnë betejë kundër Kurejshve, duke mos e ditë sa janë në numër, duke mos e ditë përgatitjen e tyre, duke mos e ditë vendin të precizuar se ku do të bëhet betejë. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të ndërmerr hapa përmes së cilave do të siguroj ai ose ai do ta diktoj vendin dhe kohën kur do të bëhet betejë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi u konsultu me sahabët, e pa qëndrimin e tyre, pa vendosmërinë e tyre, menjëherë filloi me ndërmarrjen e hapave përmes së cilave ai do të diktoj rrethanat dhe lëvizjet e betejës e cila do të mbahet në ditën e xumë me 17 Ramazanit të vitit të dytë të Hijretit. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam stacionohet pasi kalon një pjesë të një lugine që quhet Dhifran, kalon atë luginë, shkon tek një pjesë të cilën Allahu në Kur'an e emërton si el-udwatu dunya, ndërsa mushrikët në udwat el-quswa. El-udwa është buza e një lugine, e cila është më afër Medinës, ndërsa kjo tjetra është buza tjetër e të njëjtës lugine e cila është më afër Mekës. Dhe Allahu xhelle xhelalu e përmendën këtë gjë në Kur'an. Idh antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. Dhe kujtoi ditën kur ju ishit në udwat e dunya, ndërsa armiku ishin në udwat al quswa. Do me thonë, këto buzë një anë të luginës së Bedrit dhe pala tjetër në buzën tjetër të luginës së Bedrit. Vazhdon Allahu thotë wa rakbu asfala minkum, ndërsa karavani kaloi përmes jush. Ka shku karavani e Ebu Sufjanit. Vazhdon Allahu thot walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Edhe po që se ishit marrë vesh për tu taku, nuk kishit taku në vendin që jeni taku. Ti ishit marrë vesh me shkrim këtu të takohen në këtë orë, asnjëherë s'kish ndodhur kjo. Por Allahu dashti, andaj thot Allahu liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, që Allahu ta realizoj një çështje të cilën ai xhelle xhelalu e ka përcaktuar. Përcaktimi i Allahut që të ndodh ky takim në këtë vend dhe në këtë kohë. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, që të shkatrohet ai që shkatrohet me argument. Ka thonë Ibn Kathiri dhe të tjerët prej dietarëve të tefsirit që të shkatrohet ai që do të shkatrohet prej zullumqarëve të cilët insistojnë që të jetojnë në mëkat dhe armiqësi ndaj Allahut dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me argument. Cili argument? Po ke dalë në betejë kundër dërguarit Allahut alaihi wasallam. A ka argument më të madh për armiqësinë tënde ndaj Allahut se sa të dalësh kundër pejgamberit Allahut në betejë? Wa yahya man hayya an bayyina.
dhe që të jetoj ai që jeton për njerëzve të devotshëm me argument. Andaj Allahu e ka quajtur atë që ka ndru, atë që është vrarë në betejën e Bedrit prej muslimanëve si njeri që jeton. Dhe Allahu do ta potencoj këtë mbas betejës në mënyrë të prerë. Mirë, po tash kjo është vetëm isharet. Allahu aludon për t'ju tregu besimtarve se pa marrë parasysh kush për juve do të jetoj pas betejës, ose do të vritet, ai jeton me argument. Cili është argumenti? Unë kam qenë për krah dërguarit Allahut dhe kam qenë palën e së drejtës në historinë që do të shkruhet dhe e cila do të lexohet për gjatë gjeneratave të ardhshme. Më pas, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam personalisht del me Ebu Bekrin dhe sahabët tjerë në misione të vogla të ndarë në për grupe për të zbuluar vendndodhjen e ushtrisë së Qurayshve. Se ne e dim, kemi dëgjuar që karavani ka kalu, mirë po nuk e dim ku është afruar ushtria e Qurayshve. A është larguar shumë karavani? A ka mundësi që ta kapim karavanin akoma apo nuk ka mundësi? Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam del vetë personalisht me Ebu Bekrin, me Zubairin, me Sa'd ibn Abi Waqqasin, me disa prej sahabëve tjerë që të shohin se ku ndodhet ushtria e Qurayshve. Ndërkohë, në këtë kontekst është transmetuar një transmetim tepër i njohur, rrëfim shumë i famshëm. Megjithatë, rrëfimi ka problematik në aspekt të autenticitetit të transmetimeve. Se në të ka një shkputje të madhe. Jemi të folë për një shkputje të një njeriu i cili transmeton për një shkputje në transmetim prej 45 vjetëve. Si me transmetuar prej dikujt që ka jetu para shumë kohë. E kjo ka shkputje. Kështu që transmetimi është shumë i famshëm, mirë po thash se ka problematik në aspekt transmetimit, ajo është që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka taku një njeri plak, Sufjan al-Dhamri, dhe ka pyet atë për ushtrinë e Qurayshve. Ka thonë nuk ju kallzoj derisa të më kallzoni për Kajeni. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as ne të kallzojmë derisa të na të kallzojsh për Qurayshët. Kështu që ka ndodhur kjo bisedë mes të dy palëve, në fund ai ka treguar diçka, ka thonë nëse më është thënë e vërteta, atëherë ushtria e Qurayshve janë këtu dhe nëse më është thënë e vërteta për Muhamedin, atëherë ushtria e tyre është këtu dhe ka përcaktuar vendet ku gjenden të di ushtrit mbas të njohurive që i kanë pat beduinët e asaj kohe. E pas asaj ka thonë tash kallzon kush je? Ka thonë ne jemi nga uji. Është transmetuar që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë ne jemi nga uji. Ne jemi prej ujit, të krijuar prej ujit. Ka thonë prej cilit uj? Prej ujit të Irakut, do me thonë prej lumejve të Irakut vini apo prej ndonjë vendi tjetër. Po ky transmetim, edhe pse është shumë i famshëm, nuk është i vërtet tek dietarët e hadithit dhe të sirës. Njëjtën natë, ne jemi të folë për natën e Xhuma. Kjo është dita e njëjtë 16 Ramazan. Natë e Xhuma. Në të njëjtën natë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgon disa prej sahabeve në grupe prej 2-3 veta për të parë vendndodhjen e ushtrisë së Qurayshve. Mesin e tyre thamë që është Aliu radhiyallahu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqasi, është Zubair ibn al-Awwami dhe të tjerët. Dhe kur del ky grup prej 3 sahabeve, Aliu, Sa'di edhe Zubairi, zanë një 2 sklevër. Në transmetim të Imam Ahmedi thuhet se ka qenë një, i cili ka kullot devet të cilat bartin ujë për Qurayshët. E marrin këtë djaloshin, sepse tjetri ikën, edhe kur shkojnë tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë namaz. Edhe e pyesin, ku është Ebu Sufjani? Do me thonë, ku është karavani Ebu Sufjanit? A i thotë, Allah, unë nuk di për Ebu Sufjani. Ka thonë, po ja ku janë Qurayshët? Ebu Sufjani u zdi kur gja për Ebu Sufjani. Po që ku janë Qurayshët? Është Umej ibn Khalef, është Ebu Gjehli, edhe ai kur fillon të flet kështu, sahabët mendojnë se ky është duke gënjejt. Andaj e rrehin. Edhe kur e rrehin pak më mirë, ai thotë, po, është Ebu Sufjani, kam gabu. Edhe e lanë. Më pas e pyesin, po si duket Ebu Sufjani? Po çka bën Ebu Sufjani? O, thot nuk di për Ebu Sufjanin kur gjë. Po jo janë Ebu Gjehli edhe filani, edhe këto përsëri e rrehin. Kur e rrehin pak thot po m'fal, ishte Ebu Sufjani. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e dëgjon këtë çka ndodhen mes këtyre sahabeve dhe këtë djalosh. Dhe ju thot atyre, o burra, kur e thot të vërtetën, ju e rrihni. Dhe kur ai gënjen, ju e lini. Andaj i afrohet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, si ka transmetim tjetër të Imam Ahmedit, dhe e pyet, o djalosh, sa veta janë? Thot, sa veta janë nuk e di,
po e di se janë në numër shumë dhe në fuqi tepër të fuqishëm. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyet: sa deve në ditë therin si ushqim për ushtrinë e tyre? Thot therin mes 9 dhe 10 deveve. Në transmetim të Ahmedit ka thonë 10 deve. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam janë 1000 burra. Janë 1000 burra. Një deve për çdo 100 burr, për çdo 100 ushtar. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam as nuk e ka rre, as nuk i është kërcënu, e ka pyet, nuk ka tregu, pas asaj ka kërku metoda tjera përmes të cilave do të nxjerrë informata prej këtij djaloshi. Më pas pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve janë diku 1000 burra. Andaj sa jeni ju? 350, 390. Prej sot ju e dini sa të janë 1000. Kjo një natë përpara takimit. Dhe ne do ta shohim se kur takohen ata me armikun, nuk do t'i shohin 1000, madje nuk do t'i shohin asa 100. Andaj sahabi do ta pyet, sa ishe ajo 100? Do thot, vallaj mu nuk më dukën si 70. Ato do t'jenë 1000 burra, 1000 ushtar mirë të përgatitur. Më pas, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyet këtë djalosh, kush prej parisë së Qurayshve është mesin e tyre? Dhe ai e marton një nga një. Parinë e Qurayshve të gjithë. Thot Utba ibn Rabi'a, Shejba ibn Rabi'a, Abu al-Bukhtari ibn al-Hisham, Abu Jahl ibn Hisham, Naufal ibn al-Khuwailid, Harith ibn Amir ibn Naufal, Tuaim ibn Adi, armiqt më të mëdhej të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë dalë, pa marrë parasysh moshës. Në mesin e tyre ka burra ka 80 vjet, 85 vjet. Ka dalë në luftë kundër pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Ka marrë fisin e tij në qafë, sikur se do ta shohim ligjëratën e ardhshme me lejt Allahut te barekotal. Më pas kur dëgjoi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam këto thënie nga ky djalosh dhe këto emra, u kthye ka sahabët dhe po ju thot atyre kështu: hadhihi Mekkatu qad alqat ilaykum aflada faladhat akbadiha. Kjo është Mekja, ju ka pru juve loçkat e zemrave të tyre. Burrat më të mëdhej të Mekës para jush dikeni. Gjithë një ka një. Këto janë krejt në derexhen e Buxhelit. Jo njëni, jo dy. Ne jemi të fol për disa prej tyre në armiqësi ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam janë më të rëndë se Buxheli. Dhe kemi përmend 2 ose 3 prej tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kthye sahabëve. Mekja ju ka hudh përpara jush loçkat e zemrës së saj. Njerëzit të cilët konsiderohen pari dhe ajo klasa fisnike e Mekës, gjithë kanë dalë luftë kundër jush. Më pas pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhnon për stacionimin e ushtrisë në Udwat e-Dunya. Mirë po ky terren ka pat 2 dobësi. E para dobësi, uji nuk ka qenë shumë i qasshëm, ka qenë pak më larg. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të urdhnon të nesërmen që të shkojnë domethënë tek bunarët, tek pusat. Sendi i dytë, dheu nuk ka qenë i përshtatshëm për betejë, sepse është ranë e butë, domethënë keni patur dinat në për shkretinë, si e paraqesin atë bukurinë e shkretinës, kjo është bash ashtu lloj dine, nuk bëhet betejë në atë vend. E Allahu xhelle xhelaluhu për t'u lehtësuar besimtarëve këtë situatë, u zbret shi. Dhe shi u zbritur për 2 gjëra: që besimtarët të pinë ujë, dhe e dyta që dheu në këmbët e tyre të forcohet që ata të mundin të shkelin lirshëm. E Allahu xhelle xhelaluhu e ka përshkruar këtë gjë në librin e tij. Thot Allahu: idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Kur Allahu dërgoi ju për ju, kur Allahu ju kaploi me një kotje, me gjumë të lehtë, do ta përmendim këtë pak më vonë. Dhe Allahu zbriti për ju ujë nga qielli, pse? Liyutahhirakum bih, që Allahu me këtë ujë t'ju pastroj juve. Kjo është gjë e parë. Sepse sahabët ishin të lodhur nga udhëtimi dhe kishin nevojë të pastrohen. Andaj rashi që sahabët pastrohen. E dyta, liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza shaytan, dhe që Allahu me këtë ujë të largoj nga ju ndytësirën e shejtanit. Kanë thënë dietarët e tefsirit, ndytësira e shejtanit janë cytjet të cilat ua ka bë shejtani në nefsin e besimtarëve se o filan, kundër kujt je tu dal në betejë? A nuk dëgjove se janë 1000?
A nuk i dëgjove emrat e tyne? Andaj Allahu shiun e ka zbrit si largim të papastërtisë fizike dhe papastërtisë shpirtërore në të cilën ndikon shejtani me cytjet e tija. U yudhhiba ankum rijza shejtan, që Allahu të largoj prej jush thlicirën e shejtanit. Vazhdon Allahu dhe thot wal yerbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam, dhe që Allahu t'ua lidh, t'ua forcoj zemrat dhe t'ua bëj këmbët të qëndrueshme ku? Në tokë, kur çkilni rahat. Deri në këtë deregje është kujdesi i Allahut për besimtarët, deri në këtë deregje. Kjo është betejë e parë e madhe e muslimanëve. Andaj Allahu kujdeset për detajet më të vogla, që besimtarët të ndjehen të rehatshëm, që besimtarët ta dinë se kanë dalë në betejë me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe se kjo ditë, të cilën Allahu ka thënë që është Yawmul Furqan, është ditë e madhe, andaj Allahu tregon kujdes të veçantë për këto besimtarë. Pyetja është, ky kujdes i veçantë i Allahut për sahabët, a ka vlerë vetëm për sahabët, apo vlen edhe për njerëzit të cilët vinë pas sahabeve? Kanë cek dietarët e tefsirit lidhur me këto ajete dhe kanë thënë që nëse kjo ka ndodhur për sahabët, nuk përjashtohet mundësia të ndodhë për dikë tjetër jashtë sahabeve, edhe pse në mesin e tyre nuk është pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Madje kanë treguar raste të ndryshme të betejave të mëdha në historinë islame, ku besimtarët kanë parë ndihmën dhe kujdesin e veçantë të Allahut për ushtrinë e muslimanëve. Andaj nuk përjashtohet që kjo të ndodhë edhe në mesin e ushtrive të muslimanëve të cilët luftojnë zullumin me devotshmëri në çdo kohë dhe në çdo vend. Në çdo kohë dhe në çdo vend. Andaj nëse sot ka njerëz të cilët janë në deregje të devotshmërisë dhe në deregje të opresionit të armikut, sikurse sahabët ose ngjashëm, Allahu xhella xhelaluhu tregon kujdesin e tij për ta, sikurse ka treguar për sahabët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, pasi bjen shi dhe Allahu dërgon ujë nga qielli dhe muslimanët u stabilizohen këmbët dhe ju qetësohen zemrat, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhron ushtrinë që të afrohet ka bunari më i miri i Bedrit, ka pusi më i miri i Bedrit, dhe që pusi të jetë nën kontrollin e tyre, jo nën kontrollin e ushtrisë së madhe të Qurayshve e cila është duke ardhur. Dhe në këtë kontekst, po ashtu është transmetuar një transmetim i famshëm i konsultimit të Hubbab ibn al-Mundhir me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku thuhet që pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam tha që do të vendosemi këtu. E tha Hubbabi radhiyallahu ta'ala anhu, ja Rasulullah, a është vendim të cilin Allahu të ka urdhëruar që ta bësh, apo është strategji lufte? Jo, tha është strategji lufte. Tha nëse është strategji lufte, nuk është strategji e mirë. Duhet që ne të dalim përpara bunarëve, që ata mos të kenë qasje tek bunarët. Mirë, po ky transmetim është i dobët. Madje këtë transmetim e kundërshton transmetimi i qartë i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu në Musnedin e Imam Ahmedit, ku thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte vet ai i cili caktoi vendin e zbritjes së ushtrisë së tij nga udhët e dunja në këtë vend, jo dikush tjetër. Edhe pse skena të konsultimit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam me sahabët në Bedër dhe jashtë Bedrit janë shumëta. Përmendëm konsultimin me muhaxhirin, pastaj konsultimin me ansar, pastaj do të shohim sot konsultimin me Sa'd ibn Muadhin dhe sahabët tjerë. Kështu që ajo e cila nuk është transmetuar me transmetim sakt, e lëm dhe e marrim me rezervë, edhe pse është shumë e famshme nëpër librat e sirës. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e vendos ushtrinë e tij në këtë vend dhe e merr bunarin më të mirë ose bunarët më të mirë të Bedrit nën kontrollin e tyre, dhe ushtria mekase do të ketë nevojë për ujë nga mëngjesi ditës së nesërme. Dhe kur stacionon këtë vend, vjen Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thot pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam do fjalë shumë të mëdha vëllezër. Fjalë të cilat nxjerrin në pa madhështinë e këtij burri. Dhe se Sa'd ibn Muadhi nuk është si kurse njerëzit tjerë të rëndomt. Tregon kujdesin e tij të veçantë për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tregon vizionin e tij të qartë. Vizion të cilin e ka marrë nga i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam, por tregon përvojën e tij luftarake. Andaj Saadi i thot, ja Rasulullah, a e sheh këtë kodër të vogël? Thot po. Pse nuk ndërtojmë ty një çadër, arish? Dhe nga kjo çadra do ta kontrollosh betejën gjatë kohës kur ndodhen, në kohën aktuale. Dhe nëse ne fitojmë,
Dhe kjo është ajo të cilën ne e synojmë dhe e shpresojmë, elhamdulillah. Po nëse ne nuk fitojmë, ne do t'i bëjmë përgatitjen e deveve tona dhe deves tande në këtë vend. Nëse ne nuk fitojmë, ja Rasul Allah, t'ju hipe deven tande dhe nisu për ku? Për Medine. Po e thot Saadi radiallahu ta'ala anhu në një fjalë madhështore. Thot kështu: o pejgamberi Allahut, kanë nga njerëzit që kanë mbetur pas teje, do me thënë Medine, cilët nuk janë mesin tonë, që kanë mbetur pas teje, por që nuk janë më pak dashamirës ndaj teje se sa ne. Ata duan ty sikur se duam ne. Por ama ato nuk e dishin se ne do të dalim betej. Andaj nuk kanë ardhur. Nuk që urdhër i preri dërguarit Allah sasem. Tash paramendoj këtë burr, i cili vetë se ka fillu ta kuptoj se ne takohemi me një ushtri e cila është 3 fish i ushtrisë tonë. Nuk folën keq për ata vëllezër të tij, të cilët janë qindra kilometre larg. Jo. Thot ato janë burra që duan o pejgamberi Allahut, sikur se ne. Por ama nuk e dishin se do të bëjmë luftë. Ne kena mendu se jena tu dalë për karavanin. Andaj i thot, ja Rasul Allah, thot, po ta dinin se do të përballesh me armikun në luftë, nuk do të mungonin sot këtu. Allahu do të mbroj ty me ata. Me thot, nisu te ata, po humbëm ne, po u vran ne krejt, nisu tek ata. Allahu do të mbroj ty me ata, dhe ata do të jenë të sinqert ndaj teje dhe do të luftojnë për krah teje. Që kjo është vaznillëk. Që kjo është kur unë dal me një punë të zorçme, me një punë të rëndë, me një punë të vështirë, me një punë ku ka sakrificë dhe mund dhe derdhje të gjakut, jo them unë, po unë dhe vëllezërit e mi. Ani se nuk është këtu. Ka arsye pse nuk është këtu. Kjo është ajo që na mungon neve vëllezër sot. Arsyetimi i vëllezërve tonë dhe nxjerrja nga lista e vllazërisë tonë dhe shoqënisë tonë njerëzit për sende banale. Vlla me cilin kemi nda shumë, vlla me cilin kemi udhtu shumë, vlla me cilin jemi gëzu shumë e kemi qa shumë, e nxjerrin prej tefteri për diçka tepër paliti. E ky sahabe, edhe pse e din veten se do të përballet me ushtri, edhe se e din se mund të vritet, i thot o pejgamberi Allahut, ato janë burra. Edhe ato duan ty sikur se ne të duam. Do të jenë sinqert, do të luftojmë për krah teje. Po u vram ne, nisu drejt Medinës. Kijet e kush shkojsh. Nuk është fundi i dynjas nëse unë dështoj diçka. Nuk është fundi i dynjas nëse unë, sy tona, nuk kam qenë i suksesshëm. Sepse ai që do të vritet në këtë betejë nuk është i dështuar. Ai është prej shahidave më të mirë. Por ama ka edhe burra të tjerë, cilët nuk janë këtu sot me ne. Po janë burra të mirë si ne ose më të mirë se sa ne. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi fjalët e Saadit, bani dua për Saadin dhe lavdoj qëndrimin e tij radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, dhe më pas pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam i ndërtua një çadër, një arish të formuar nga gjethet e palmës. Mirë po nuk ishte çadër e madhe, nuk ishte tende e madhe, ishte e vogël. Edhe nuk ishte vend për shumë njerëz brenda saj. Dhe ai që do të futet në këtë çadër do të jetë vetëm një. Do ta shohim si do zgjidhet ky njeri. Po thot Ibn Kathiri se ai i cili do të futet me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në çadër, është kush? Është Abu Bekr as-Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhu. Shoku i tij në shpellë do të jetë shoku i tij në çadër. Thot Ibn Kathiri, dhe kjo është një veçori e posaçme për Abu Bekr as-Siddiqun radhiyallahu ta'ala anhu, që ishte me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në çadër, sikur se ishte me të më herët në shpellë. Andaj Allahu i zgjedh pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam burrat më të sinqert, burrat me zemër më të lirë. Transmeton el-Bezzar musnedin e tij me zinxhir të saktë nga Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, i cili një ditë prej ditëve në kohën e khilafetit të tij i pyeti njerëzit që ishin të ulur me të: "Men ashja'u an-nas?" Kush është njeriu më të rim? Këtë pyetje kush e bën? Ai për të cilin është thënë se është njeriu më të rim. E trimi pyet tash, kush është më të rim? Kuptohet e ne kur trimi thot kush është më të rim, ka i thonë, ai trema e kupton. Edhe në atë kohë, ky trim, kur ka thonë kush është më të rim, s'ka guxu dikush thosë, ka thonë ente ja amira al-mu'minin. Ti o prijesi besimtar, ti je më të rim i pikitve. Po dëgjoj thënien e Aliut radhiyallahu ta'ala. Thot Aliu radhiyallahu ta'ala,
Sa për mua, do me thënë, unë e di nefsin tim, po thotë kështu, sa I përket Aliut, nuk ka burr që më ka sfidu dhe nuk ja ka marrë hakun. Kush më ka sfidu, unë ja ka marrë hakun. Gjeje një I cili më ka sfidu edhe cilin s'ja ka marrë hakun. Në betej, në debat, në çka do qoftë, unë kam qenë aty për t'ja marrë hakun. Ai është burr, unë jam burr. Por ama thot, më trimi ishte Ebu Bekri. Çaj burr me shtat të vogël, çaj burr I dobët në trup, Aliu thot, ky ishte më trimi. Po pse? Vazhdon dhe tregon Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, thot, e ndërtuam çadrën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në natën e Bedrit. Dhe tham, kush do të qëndroj me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, nëse fillon beteja dhe njësitë të mushrikëve sulmojnë çadrën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ata do të mundohen ta vrasin, thot Aliu, pasha Allahu, nuk guxoj të çohet as kush prej nesh. Kur kanë thonë kush pi neve do të qëndroj, do të thonë ki duhet ta nxjerr shpatën, qëndroj si roje I pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, se do të vinë njësitë një nga një ta sulmojnë çadrën e komandantit. Thot më një herë çoj Abu Bekri. Nxori shpatën dhe qëndroi pranë kokës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Aliu, Ebu Bekri ishte më trim, radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa në derën e çadrës ishte Sa'd ibn Muadhi me disa prej ansarëve, radhiyallahu ta'ala anhu. Më pas pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo është nata, edhe përsëris edhe një herë. Është nata e xuma, e ditës 17 të Ramazanit të vitit të dytë të Hijretit. Më pas pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam fillon të rreshton ushtrinë dhe të formon formacion ushtarak. Ne nuk jemi dit një grup njerëzish që kanë dalë të atazan një karavan. Ne jemi ushtri e cila do të ballafaqohet me një ushtri. Andaj fillon dhe rreshton rreshtat një nga një. Dhe shef njënin prej sahabeve I cili ka dalë pak para rreshtit dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ma'i, me mu. Edhe transmeton Ebu Ejubi radhiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk donte që askush prej nesh as del pak më parë, as pak më prapa. Rreshtat dukeshin sikur se rreshtat e muslimanëve në namaz. Dhe thoshte ma'i, me mua. Kanë thonë dietat me mua do me thonë sipas urdhrit tim, dil përpara ose dil prapa. As para as prapa, nuk lëvizesh derisa të vjen urdhri prej pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam rreshtoi ushtrinë e tij dhe doli përpara ushtrisë së tij. Dhe filloi sikur se treguam që tregon vendet e vrasjes së ushtrisë së mushrikëve, të krerëve të ushtrisë së mushrikëve. Andaj fillon Enesi thot, filloi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, këtu do të vritet nesër filani inshallah. Këtu do të vritet nesër filani inshallah, thot Enesi dhe vendoste dorën e tij me pëllëmb në vendin ku do të vritet filani. Andaj shkonte me njënën dorë dhe thoshte këtu do të vritet filani inshallah. Këtu do të vritet filani inshallah. Këtu do të vritet filani dhe thot Enesi pasha Allahun se cili prej tyre është vrarë në vendin të cilin e pat përcaktuar I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi rreshtoi ushtrinë e tij pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ende nuk ka ardhur namazi sabahut. Kuptohet në këto momente ti as nuk je armik, s'ka armik përpara. Dërsa komandanti tërshton për luftë. Edhe ndjenjat e këtyre sahabeve se kjo është hera e parë në cilën ne dalim luftë, apo? Hera e parë ne dalim në komandën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në kaq numër të madh në luftë. Kështu që është e natyrshme që të ketë një lloj nervoze, një lloj, thojza, frike nga armiku me cilin mund ballafaqohen ata nesër. Por Allahu xhalla xjalaluhu, çfarë ju bën besimtarëve? Ju dërgon atyre ose I kaplon ata me një gjumë. Thot Allahu xhallahu ala, idh yughashikumun nu'as, kur Allahu ju kaploj me një kotje. Kotja nuk është gjumë ku shtrihesh dhe flesh, po ushtria si është? Është ulur, madje disa janë në kamp të mbështetur në shtizat e tyre dhe flejnë. Me gjithë këtë nervoz, me gjithë këtë pritje, me gjithë këtë paqartësi, ku janë, si nuk I shohim ne. Armiku është dikund, po nëse dim ku është,
E Allahu thot wa idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Dhe kur Allahu ju kaploj me këtë gjumë, me këtë kotje, si siguri dhe rehati prej tij, që t'ju qetëson atyre zemrat dhe që ata të rifreskohen me këtë pushim të cilin u dërgoi Allahu te bareke ve teala. Dhe këtë gjë e kanë përmend dietar, si ka mundësi që njeriu del në luftë me gjitha ato ndjenjat e përziera, të frigës, të nervozës, të adrenalinës dhe ta zgjumi. Kjo shumë e rëndë. Por se Allahu xhelle xhelalu e dërgoi këtë për sahabët e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, madje tregon një prej dietarëve dhe sa herë që kanë qenë situata të vështira, Allahu pa të begatuar me këtë me cilën i ka begatuar sahabët. Jam kot për disa minuta dhe kur jam quar dhe zgjuar si një njeri i ri dhe i freskët, duke mos bart asgjë prej gajleve të cilat i kisha përpara gjumit. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, duket se kjo kotje ishte dhuntie veçantë për besimtarët në kohë të vështirësive, që zemrat e tyre të ishin sigurta dhe qeta me ndihmën e Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo është një nga mirësitë dhe mëshirat e Allahut te bareke ve teala ndaj tyre. Mirë po, në mesin e tyre të gjithë flenin. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, nuk ishte në mesin ton në betejën e Bedrit as një kalorës, për pos kujt, Miqdadit radiallahu ta'ala anhu. Dhe thot, dhe kur shikova në mesin ton, e parë se të gjithë jemi të flet. Aliu thot, përfshin këtu në veten e tij, për pos një njeriu, pejgamberit Allahut alayhi salatu. Për pos pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, i cili qëndronte nën një pemë duke u falur dhe duke qarë derisa erdhi mëngjesi. Vetëm pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, vetëm ai nuk fle. Çka bën? Fal namaz natë edhe qante përpara Allahu xhelle xhelalu. E ti mendoj këtë pejgamber, të cilit Allahu i ka siguruar ose karavanin e merrni çashtu ose fitore në betejë. Të cilit Allahu i ka dërguar burra si Ebu Bekri dhe Saadi dhe tjerët, të cilët i thonë, oj dërguari Allahut, po që se na tha e hynin det dhe dilni nga ana tjetër e detit, ne do të pasojmë ty. Mendoj këtë pejgamber të Allahut i cili ka pat çdo lloj premtim nga Allahu për fitore atë ditë. Megjithatë, a ka flejt se unë jam rahat? Ja, ju ka tregu sahabeve, pa marr parasysh sa sebepe kena marr, pa marr parasysh sa premtime kemi, pa marr parasysh sa punë kemi bë, raporti jon ndaj Allahut duhet të jetë raporti bazuar në robrin ton ndaj Allahut. Që o Allah, ti më ke premtu, ti më ke dhënë, megjithatë unë jam ky rob, ky sklav i yti i cili pa marr parasysh në çfarë rrethana jam, unë jam ai i cili përulet, unë jam ai i cili qan përpara teje, unë jam ai i cili tregon dobësinë dhe fukarallëkun e tij për ty. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam qëndronte namaznate dhe qante. Aliu thot, unë e kam çu kokën, ka pa gjithë flenë për pos pejgamberit Allahut alaihi wasallam. A ka qa dhe është falë se ka më pak iman se tjerë? Ja. Ka qa dhe ka falë namaz për shkak se ka më shumë iman se tjerë. Për shkak se bindja e tij në Allahun është më e madhe sa bindja e tjerëve. Për shkak se njohja e tij ndaj Allahut është më e madhe sa njohja e tjerëve. Megjithatë kjo nuk e ka penguar që ai ta kaloj natën në ibadet, sikurse i ka kalu netët tjera. Andaj thoshte Aliu, thoshte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, gjatë lutjes së tij namaz, ja hayyu ya qayyum, ja hayyu ya qayyum, ja hayyu ya qayyum dhe qante sallallahu alaihi wasallam. Ja hayyu, ja hayy, o i gjallë i përjetshëm, ja qayyum, ky i gjallë xhelle xhelaluhu, i cili nuk ka nevojë për askë, dhe çdo kush dhe çdo gjë ka nevojë për të xhelle xhelaluhu. El qayyum, i cili vetë është i përmbajtur, asnjë krijesë dhe asgjë nuk i jep Allahut, asgjë as nuk i shton sundimin Allahut ndonjë gjë. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon fukarallëkun e tij ndaj Allahut duket ja hayy, ja qayyum, ja hayy. Andaj prej lutjeve të shpeshta të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam ishte kjo lutje. Ja hayy, ja qayyum, bi rahmatik.
Jaj. Oj, ja. Oj, përjeq. Ja hayyu ja qayyumu bi rahmetike astaghith. Me rahmetin tënd kërkoj ndihmë. Jo me aftësitë e mia, jo me devotshmërinë e këtyre burrave përreth meje, jo me strategjinë, jo me taktizimin, jo me përgatitjet tona që kemi ardhur nga Medinja. Bi rahmetik, me rahmetin tënd o Allah. Astaghith, kërkoj ndihmën tënd. Wal istighathatu tek dietar. A dini ç'i është? Al istighathatu, kanë thënë dietar, është kërkimi i ndihmës në momente kur s'ka mundësi të ndihmon askush. E dini si lit njeriu ndihmë? Me gjithë shpirtin dhe mundin e tij. O ndihmo, bi rahmetike astaghith, aslih li sha'ni kulle. Ma përmirëso mu, mi përmirëso të gjitha çështjet. Wala takilni ila nafsi tarfat ayn. E mos më bën të mbështetem në veten time asa një hapje dhe mbyllje gjepallave të syve. Çkaç? Kjo është një milisekond. A je mbështet në veten tënde? Ke dështu vëllai, se nuk je mbështet në Allahun xhella xhelal. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë ka bën për dishmërinë e tij. Në Medinë, në rahati, tu lut me fëmijë, ka bën dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, bi rahmetike astaghith, aslih li sha'ni kulle. Wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Po kur ka shku në betejë ju ka kallzu sahabët. Ju jeni të fortë. Unë jam i fortë. Unë di strategji, unë di ku ta di unë përvoj lufte. Nësina kur gja pa Allahun xhella xhelalu. Vëllezër, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është mishrimi më i mirë i tauhidit të një njeriu ndaj Allahut xhella xhelalu. Nuk ka më të mirë mësues dhe shembulltyr më të mirë se sa shembulltyra e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas, pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam do të pret namazin e sabahut dhe do të fal namaz natë me këtë dua dhe lutje të tij derisa të vjen sabahu dhe ai do të jenë ai që do t'i zgjon sahabët për namaz, jo dikush tjetër. Andaj do thot es-salatu ya ibadallah, namazi o ju robërt Allahut, namazi o ju robërt Allahut. Më pas do të çohen sahabët dhe do të marrin abdes dhe do ta falin sabahun aty në vend, në vendin e betejës, ku ditën e nesërme do të ndodh betejë më e madhe në historinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam.